E kam parasysh që shumë prej jush që më përsjellni tani për momentin jeni të sprovuar. Normalisht që njëra prej sprova më të rënda të cilat mundet njeriu të përjetojë në jetë e kësaj bote është ndarja prej të dashurve të tij. Andaj e shfrytëzoj këtë rast që t'ju ngushëlloj me një ngushëllim madhështor profetik. Profeti alayhis salam na rrëfen një transmetim që e merr direkt prej Zotit tij, prej krijuesit tij, që Allahu i Madhëshëm ka thënë atij të cilët janë marrë të dashurin e tij prej banorëve të tokës dhe ai pastaj duron dhe llogarit shpërblim, do t'ia kompenzoj me xhenet. Prandaj kujtoj këta robi Allahut. Kujtoje se kam parasysh gjithë prej nesh sprovohemi me këtë sprovë. Ndohemi prej dashurve tonë, pa e marrë parasysh. A është ai prind, a është bashkëshort, a është fëmijë, a është shok, apo çka do qoftë. Nëse të sprovon Allahu me dikon që e ke qenë jashtëzakonisht i lidhur me ta, ka pas pozitë madhe në zemrën tënde dhe je shkput prej tij, atëherë përgëzoju me këtë transmetim. Nëse tregosh i durueshëm dhe llogarit në shpërblim tek Allahu, lëm për ty, se shikon e çfarë shpërblimi Allahu po ta kompenzon ty atë sprovë me kopshtet e tij, me xhenetin e tij, gjerësia e cila është sa gjerësia e qiellit të tokës. Përgëzoju robi Allahut, se të njëjtin përgëzim, edhe është ky tash një hadith tjetër kutsi, cilën Allahu i Madhëshëm thotë, atij të cilët ja marr dy dashurit e tij, do mund sytë e bollit, dhe ai duron dhe llogari shpërblim, do t'ja kompenzoj me xhenet. Pra të njëjtën shpërblim, Allahu po ja u premton atyre të cilët janë të verbër. Pa e marrë parasysh a janë lind verbër apo e kanë fituar verbrin gjatë jetës, Allahu po i thotë që nëse durojnë dhe llogaritë shpërblim, ja u kompenzoj me xhenet. Pra shikoni çfarë shpërblimi i madh për atë i cili e humb shikimin, po edhe për atë i cili i humb të dashurit e tij. Se pika bashkuese në këtë rast po është që Allahu po të sprovon me diçka që e don shumë. Pa e marrë parasysh a janë sytë e bollit apo janë njerëzit e dashur për banorët e kësaj bote. Prandaj ngushëllonu o ju të sprovuar me këtë ngushëllim profetik. Kujtoni këta dhe mos ja lejoni vetes kurse që të traumatizoheni. Kujtoni fjalën të Allahut, jemi tek ai do të kthehemi. Ne jemi rob të Allahut dhe një ditë gjithë do të kthehemi tek ai.